Në orën 2:22 e 22 sekonda, duke u dhire nesër një i bie, data 19, pra në orën 2 të mëngjesit, e 22 minuta, e 22 sekonda, gjeni se çfarë? Kemi një hënë të re në shenjën e peshqve. Do më thuash ti mua, po sa hëna të reja, po sigurisht. Por kjo është çike veçantë, për nga gradët se ku zhvillohet, për nga vetë shenja e peshqve, që normalisht është shenja e 12, për pasoj mbyllim cikle, apo jo. Është shumë e rëndësishme, me thënë të drejtën, i ngjason vërtet një portali mbylljesh në total, është pikërisht, ose i ngjan atyre momenteve ku ke vuajtur shumë, je stërmunduar shumë, ke prekur fundin, shkon për tu shtritur e vendos kokën i jastëk dhe kur zgjohesh të nesërmen, nuk je më i njëjti person, që do të thotë nuk ke më të njëjtat mendime siç i ke pas në lidhje dhe në qasje me problematika me të cilat je angazhuar deri në atë moment të tipit. Nëse deri dje vuaje për dikë, do kthehet, se ma bëri, qysh ma bëri, nuk e haroj dot, mund të zgjohesh të nesërmen, as bet fjalë, dhe do jesh çka ka futur kot. Po sa kot jam lodhur, po sa shumë jam munduar, po s'ja ka vlejtur fare, po sa mirë jam dhe vet. E kuptoni, do të thënë po flas për këtë lloj të kuptuarit të gjërave, të këtij lloji të zgjuarit dhe të marrit në kontroll të vetes, këtu thash që i ngjason një portali, pse? Sepse ky ndryshe dhe dalim ndryshe. Vim me të gjitha bllokesat që kemi pas deri në ato momente dhe dalim komplet ndryshe. Por gjithata sigurisht që janë të gatshëm që diçka ta lënë pas krahëve, përpara se të ecim në një realitet të ri. Data 19, data 20, edhe 21, sepse aty jemi, ekuinoksi i pranverës, që do të thotë fillimet e reja, iniciativat e reja, kapituj të rinj, kështu që asnjë gjë nuk është rastësore, por sa rastësi do mund të ishte? 2-2-2-2-2. Nuk di të ketë ndodhur në momente të tjera rastësi e tillë. Kështu që e di që shpesh më pyetni për çfarë manifestoj, çfarë nuk është kjo, për të manifestuar ende diçka të re. Kjo është për të kuptuar se diçka duhet ta lëmë fillimisht të iki, të pastrohemi, të shërohemi. Është gjithashtu një moment që kuptojmë se çfarë është ajo që na rëndon psikologjikisht, fiziologjikisht, nëse doni të dyja këto së bashku. Është ai momenti që kuptojmë se ndonjëherë racionaliteti nuk të ndihmon, duhet dhe pak shpirt brenda gjërave, por është ai moment që kuptojmë që ndoshta shumë shpirt të merr më qaf dhe të shkëput nga realiteti. Kështu që është një përballje e fortë midis asaj që ndodh brenda secilit prej nesh. Secili prej nesh besomuni ka për ta mbyllur një derë, por shumë mirë do bëj, sepse si pasojë do hapen 10 dyert të tjera mundësish realizimi. Kështu që nëse ka një efekt shumë të rëndësishëm kjo hënë e re, të thosha është ajo e ringjalljes. Mos harrojmë që gjithashtu e kemi Merkurin retrogradë dhe sigurisht që ndikon dhe ndihmon në të gjitha këto gjëra që po ju para them. Del nga retrograda e tij në datën 20 dhe avash përgatitet të hyjë në lëvizje të drejtë pas datës 25. Atëherë kemi më të qartë drejtësinë e tij ose të qenit i drejtë dhe të qenit jaftë të korrigjojë të gjitha ato që erdhën gabim. Kështu që për të gjithë juve që jeni në atë fazën e rikthimeve, është rikthyer, po çfarë ndodh, po si do vej, po në do zgjasi. Ky është edhe momenti që mund të kuptoni se mbase nuk doni ju më të zgjasi. Mbase kaq deshet që thjesht dikush të kthej, që thjesht të kalonte juaj, që thjesht të kuptoni ca vuajtje dhe nëse doni ta kaloni më atë vuajtje, nëse ai individ, ai një person nuk është më predispozuar të qëndrojë. Është sigurisht kjo një hënë e re e cila ndikon më tepër shenjat mutante, të ndryshueshme, siç i themi ndryshe, është vigjëresha, është peshku, shigjetari është binjakët të 10 ditësh të fundit, në të lindurit në ditët e fundit të 10 ditësh të tyre, që normalisht po largojnë përfundimisht diçka nga jeta e vet, nga mendja e vet, fiksim, person, situatë, borxhe nëse doni, terapi,
Po, mund të jetë edhe një moment që dikush mbyll terapinë e vet, shorohet psikologjikisht, për pasoj edhe fizikisht. Është edhe momenti ku përpara se të ecim në një realitet të ri, dalin në pa shumë të vërteta ende. Kjo vlen për politikën, kjo vlen për se shikoni se çfarë po ndodh me hidrokarburet, dhe mos më thoni që nuk ju thash, të gjitha ua kam thënë. Asnjëherë nuk ju lë të pa updateosur siç duhet. Dhe po do jemi në atë lloj procesi, po e kuptojmë natyrën, akoma se kuptojmë natyrën e vërtetë të luftës ne, po do dali pak më vonë, me thënë të drejtën, dhe kjo ndikon, kjo hëna e re, për t'i kuptuar disa gjëra më mirë. Pra le të themi që përpara se të dali dielli, pason ose kemi një periudhë errësire shumë të madhe, me shumë hije, me shumë fantazma, me shumë gjëra që enden aty brenda. Por dielli më pas në çon shumë i fortë. Aq i fortë sa që asnjë hije nuk i reziston dot, dhe çdo gjë, nuk e di, i porulet asaj dritës madhështore e bukur. Kështu që bëni gati, secili prej jush, varet se ku ju ndikon në hartën tuaj. E keni tek financat, e keni tek dashuria, e keni tek marrëdhëniet, bashkëpunimet, e keni tek komunikimi, e keni tek nëse truri juaj punon, e keni tek ëndrat dhe aspiratat që kërkoni të arrini, apo e keni tek kthehem në origjinë për të kuptuar se kush jam, përpara se të le pas lëkurën e vjetër, ndërkohë që vesh lëkurën time të re. Të shohim, vetëm për të parë. Përsa i përket pastaj planit botëror, aty gjërat vazhdojnë ende të jenë terta. E vërteta nëse do dalë ndonjë në dritë, se di, varet nga ne, por me sa duket jemi totalisht në gjumë. Dhe për sa kohë jemi ne në gjumë, të tjerë na pin dollit. Kështu është. Na han drekët për një ndryshe. Të shohim, ne, a do mund të zgjohemi realisht nga ky gjumi letargjik ku jemi zhytur dhe s'duam të dalim. Do na tregoj kjo hëna e re. Të shohim.